nderuar deputet, kabinet qeveritar, dashur qytetar, edhe sot mashtruesi para nesh me një mashtrim ideal. Dhe për të tregoj që na mashtoi forci para pak të rash kryeministri. Zoti Haradinaj. Ju lutem, mashtrimi nuk është fyrje. Sot ndodhen një mashtrim këtë fjalë. Ndodhen një mashtrim në këtë foltore, e po duam edhe mashku këtë mashtrim në mënyrë më të keqe të mundshme. E para, kolega që foli para meje këtu, është që sa vjet në pushtet. Mban përgjegjësi për çmimet, mban përgjegjësi për vjedhjen që po na ndodhen në energji, për fakturat që po na vijnë. Ky dhe qeveria atije edhe ju mbani përgjegjësi, dhe s'muni me i kësaj përgjegjësie në asnjë variant. As muni më shef pas ligjit tavan, as kujgjo se oligark tu kryeministër janë të ishitë të i blej energji. Edhe për ushtohen kompanit për dit e ma shumë njerëzve ta fërmtu. Duhet këtë një koreksi këtu në këtë rast. E dyta thot, po financohen mediat me thas. Nikone që ka bëhet këtë? Nikone mirë që ka bëhet? Po financohen mediat me thas. Kështë shpenzon ma shumë t'i pare, duke ushqy zagar me fysh shqiptartë. Ju lutem regjia janë... Me fysh shqiptartë, me fysh shqiptartë. Kur deputeti ose antari i qeverisë përdor gjuhë parlamentare me sjelljen e tij, pengon zhvillimin e seancës plenare ose cenon rregullin e seancës, kryesuesi i seancës plenare jep vërejtje duke deklaruar se është duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Zoti Haradinaj, ju lutem ulu në vendin tuaj. Ju kërkoj që të uleni në vendin tuaj, po përdorni gjuhë jo parlamentare. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, zoti Haradinaj. Vazhdojmë me rendin e ditës. Njëri tjetrin në seanca plenare të Kuvendit të Republikës sërish, në rikthimin e shtëpisë demokracisë, pothuajse një muaj pas dekretit të presidentes për shpërndarjen e tij. Dekreti i lëshuar ishte në shpërputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ka krijuar një situatë e cila kërkon qartësi jo konfuzion, e cila kërkon përgjegjësi jo shmangje. Gjykata kushtetuese ka folur për natyrën e Republikës sonë demokratike parlamentare dhe për kufit që kushtetuta i vendos çdo institucioni. Në këtë rend, shpërndarja e kuvendit nuk është instrument për të tejkaluar vështirësi politike dhe mbi të gjitha është vërtetuar e dëshmuar edhe nga gjykata kushtetuese tani që presidenti nuk mund të shpërndajë vullnetin e popullit as nën presion të afateve e të paqartësive kushtetuese. Vullneti i popullit nuk anulohet me dekrete dhe rrjedhimisht as nuk shpërndahet. Tani pas qartësimit dhe vërtetimit të kësaj vërtete të pamohueshme, sot nuk kemi një boshllëk institucional përpara nesh, por kemi një detyrë të qartë. Kuvendi është funksional dhe i kthehet punës tij. Mandati i deputetëve është i gjallë dhe përgjegjësia ndaj proceseve politikave publike është edhe më e madhe. Afatet kushtetuese janë në rrjedhë, shteti nuk ka ndalur së vepruari dhe nuk ka asnjë arsye që ne ta ndalim atë. Përkundrazi, çdo përpjekje për ta ndërprerë këtë funksionim do të ishte jo vetëm politikisht e gabuar, por edhe një precedent që cënon vetë idenë e ndarjes dhe balancës së pushteteve. Demokracia nuk mbahet në këmbë e nuk avancon përpara, duke bllokuar punën dhe funksionin e njëra tjetrës, por duke respektuar çdo pushtet tjetër brenda kufive të përcaktuar nga vetë kushtetuta. Kjo nuk është asnjë çështje abstrakte apo debat teorik. Vazhdimi i punës së institucioneve tona është më konkret se kurrë, por njëkohësisht edhe më i nevojshëm se asnjëherë më parë. Pra rruga para nesh nuk duhet të jenë pengesat, inatet apo refuzimet për të ecur përpara, por çka pritet prej nesh është miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, agjenda legjislative që përmirësojnë përditshmërinë e qytetarëve pa dallim, politika publike në dobi të brezave që vijnë e që kërkojnë konsistencë dhe siguri juridike. Dhe të gjitha këto nuk mund të mbahen peng të një krize të prodhuar politikisht. Vullneti i popullit të shprehur me 28 dhjetor
në zgjedhjet e lira e demokratike, tash ne duhet të flasim për vullnetin ton për të shtyrë përpara punët e mira për qytetarët. Andaj duhet të kthehemi aty ku kemi mbetur dhe të vazhdojmë punën tonë me seriozitet. Qytetarët presin që ne të procedojmë sa më shpejt me byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, sepse lufta kundër korrupsionit nuk është një kapitull që hapet dhe mbyllet sipas nevojës politike, por është një vije pa ndërprerë që ndon drejtësinë nga padrejtësia. Diçka që qytetarët pa dallim partie e kërkojnë dhe e mirëpresin. Nëse qytetarët e mirëpresin, nuk ka arsye që partitë mos ta mbështesin. Ne nuk kemi ardhur këtu për të menaxhuar një realitet deformuar, por jemi përgjegjës për ta ndryshuar pozitivisht atë. Dhe ndryshimi fillon aty ku shteti e bën të qartë se çdo cent i keq përdorur nga zyrtarët publik duhet t'i kthehet atij që i takon pra qytetarit. Nëse qytetari i zakonshëm duhet të jap llogari për çdo cent që fiton, atëherë edhe ai që është pasuruar në mënyrë të pajustifikueshme duhet të jap përgjigje për çdo euro që ka abuzuar. Këtë nuk e bëjmë si një akt hakmarrje, por si një akt barazie, sepse një shtet që nuk i dënon të fortit e padrejt, në fakt i braktis të dobtit çdo ditë. Nëse i kërkojmë tatimin secilit që punon me djers në boll e me mund fizik a intelektual, dhe vjen i raskapitur çdo mbrëmje, atëherë cila është arsye që të mos kërkojmë nga ata që pa asnjë përpjekje i qel mëngjesit pasuruar. Derisa presim mbështetje për ligjin për byron, pra abuzimet me fondet publike, ne gjithashtu presim mbështetje në mbrojtjen e qytetarëve nga abuzimet me çmimet e larta. Pozita dhe opozita janë dëshmitar që qytetarët tanë kanë ankesa për abuzime me çmimet e larta. Atëherë, nëse pajtohemi për problemin, duhet pajtohemi edhe me zgjidhjen. Me fjalë të tjera, duhet ta rikthejmë ligjin për çmimet tavan, jo si një debat ideologjik, por si një përgjigje konkrete ndaj një realiteti që çdo familje e ndjen për ditë. Bota po kalon nga kriza në krizë, një luftë që ka nisë nuk përfundon, fillon një tjetër që as mendonim se do të nisë, dhe nga pandemia e vitit 2020, tash te lufta në Ukrainë në vitin 2022 e së fundmi edhe kjo lufta në lindjen e mesme, ndërkohë që krizës energjetike të vitit 2022 po i shtohet edhe ajo e vitit 2026, ju e dini që secilë sfidë jemi përgjigjur me pak kohë konkrete ekonomike, me që jemi munduar që në çdo dimension në mandatin e kaluar të ndihmojmë secilën kategori shoqërore. Por sikur në secilën krizë, ju e dini të nderuar deputet që dikush zgjedh të përfitoj. Ka tregtar, bizneset mëdha që e kanë keq përdor krizën për të arritur megjithatë artificialisht çmimet. Andaj kur çmimi i produkteve bazike rritej për çdo logjike ekonomike, kur tregu e humb sensin e drejtësisë dhe qytetari mbetet i pambrojtur, atëherë shteti nuk mund të fshihet prapa parimeve abstrakte. Ai duhet të ndërhyjë me maturi, por edhe me vendosmëri. Sepse liria ekonomike nuk mund të kthehet në liri për të shfrytzuar dhe tregu nuk mund të jetë një hapësirë ku më i forti vendos gjithmonë mbi më dobtin. Duhet theksuar që të njëjtën iniciativë e morëm edhe më herët për këtë, por u pat kontestuar në gjykatë kushtetuese nga opozita. Pra, ankesa për çmimet e larta u bë ankesë në gjykatë kushtetuese kundër ligjit për të ndalur abuzimin me çmime. Ta shumë shpejt do risjellim këtu për ta votuar dhe presim që edhe opozita të reflektojë të na mbështesë në këtë projekt ligj, sepse ky projekt ligj i ri, por në thelb i vjetër, i mbron nga abuzimi me çmimet e larta të gjithë qytetarët, pra ata që na mbështesin neve si mazhorancë, por edhe qytetarët që mbështesin PDK, LDK, AK e kështu me radhë. Prandaj problemet e përbashkëta kërkojnë zgjidhje të përbashkët dhe presim përkrahje të të gjithëve, duke theksuar gjithmonë se kjo nuk është ndërhyrje kundër tregut, kjo është ndërhyrje për drejtësi në treg, dhe drejtësia në treg është pjesë e drejtësisë në shoqëri. Të nderuar deputet, nëse shteti
duhet të jetë i drejtë në ekonomi, ai duhet të jetë po aq i drejtë në hapësirën publike. Hapësira publike është e të gjithëve, që do të thotë e asnjërit me emër të përveçëm. Dhe këtu hyn një tjetër çështje që nuk mund të anashkalohet. Mediat. Një demokraci nuk jeton vetëm nga vota qytetare, por edhe nga fjala e thënë. Dhe kjo duhet të jetë e lirë për të qenë e vlefshme. Por fjala nuk mund të jetë e lirë nëse është e kapur nga interesat fshehta. Raportimet për financime me thos parash nuk janë vetëm një problem i etikës profesionale. Ato janë një kërcënim i drejt për integritetin e debatit publik. Sepse kur paraja hyn në mënyrë të padukshme, ajo nuk blen vetëm hapësirë mediatike. Ajo blen ndikim, orienton narrativën dhe në fund deformon perceptimin e qytetarit. Një qytetar i dezinformuar nuk është qytetar i lirë. Ajo është i manipuluar dhe si shtregojnë edhe raportet, ky manipulim po vjen direkt nga armiqtë tonë, por që fatkeqësisht po gjejnë edhe argatin e tyre brenda vendit tonë. Ne nuk kemi asnjë interes të kufizojmë mediat. Përkundrazi, kemi interes që ato të jenë më të forta, më të pavarura, më hulumtuese, më kritike. Por pavarësia nuk mund të ndërtohet mbi fshehtësi që financojnë shpifjen dhe dezinformimin. Liria editoriale duhet të jetë e garantuar, por ajo duhet të shoqërohet me transparencë të plotë të pronësisë dhe të financimit. Qytetarët duhet ta dinë se kush flet, në emër të kujt flet dhe me çfarë burimesh flet dhe nga kush financohet. Nëse secili biznes tjetër jep përgjegjësi për financat dhe burimet e tij, media gjithashtu duhet të jenë në të njëjtin nivel të përgjegjësisë. Kjo edhe e mbron qytetarin nga manipulimi dhe dezinformimi, por edhe i mbron gazetarët dhe mediat e ndershme që raportojnë e informojnë me burime të sakta dhe financa të gjurmueshme. Ligji për këshillin e pavarur për media që do ta sjellim para jush nuk është për të kontrolluar median, por për të mbrojtur atë nga kopja. Cenzurë është pengesa e lajmit të drejtë, jo e lajmeve të pavërteta me financime të dyshimta. Dhe një demokraci që nuk e sheh këtë rrezik me kohë, rrezikon të humbas lirinë pa e kuptuar dhe me të njëjtën logjik ka vepruar edhe Bashkimi Evropian kur ka mbyllur transmetimin e portaleve dhe televizioneve ruse. Nëse në diktatura të dikurshme kontrolloheshin rezultatet, sot nga oligarkia ka rrezik të kontrollohen premisat në mënyrë që të manipulohen rezultatet. Sot grupet e interesat nuk e prekin lirinë e shprehjes, ato kontrollojnë ekonominë e medias, ashtu që të mos ketë nevojë për ndërhyrje në lirinë e shprehjes. Të nderuar deputet, në fund të gjitha këto çështje, nga dekreti te marrëveshjet ndërkombëtare, nga lufta kundër korrupsionit, te drejtësia në treg dhe transparenca në media, lidhen me një parim të vetëm që duhet të na udhëheq, por edhe të na bashkoj, sundimi i ligjit. Një shtet i së drejtës kërkon përgjegjësi dhe llogari. Ne do të vazhdojmë punën tonë që Republika jone e përbashkët të jetë shembull për qytetarët pa dallim dhe model për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Populli ynë ka vuajtur shumë nga padrejtësitë e huajve dhe prandaj kërkon llogari e drejtësi nga përfaqësuesit e vet. Kuvendi është shtëpia ku shtyhen politika që kërkojnë përgjegjësi nga ata që kanë abuzuar me fonde publike, ku vihen standarde për fjalën publike, ku mbështeten marrëveshjet ndërkombëtare dhe kërkohet përgjegjësi për ata që abuzojnë me lirinë e shprehjes, si dhe përkrahen iniciativa që i mbrojnë qytetarët nga abuzimi me çmime të larta. Kjo është detyrë e gjithë neve dhe prandaj duhet edhe mbështetje e të gjithëve bashkë. Këto iniciativa do të jenë të gjitha shumë shpejt para jush, prandaj edhe presim që ti adresoni, diskutoni, procedoni, miratoni sa më shpejt. Prandaj sot nuk e kemi luksin e vonesës, nuk e kemi luksin e blokadës dhe nuk kemi nevojë për zgjedhje të reja, të sërishme si ikje nga përgjegjësia që na takon. Kosovën, institucionet e saj legjitime, me vullnet të shprehur rishtazje qartësisht nga qytetarët, duhet të lënë të punojë. Ka pasur mjaftueshëm zgjedhje e rizgjedhje.
dhe qytetarët kanë folur mjaftueshëm. Tani na duhet të punojmë sa më shumë që të mundemi bashk e jo të kemi blokada të reja që nuk e lën vitin e vjetër të jetën kaluarën. Blokadat, grackat, kleçkat, taktikat nuk janë mendësi e zhvillimit, por e ngecjes. Është koha që të ecim përpara dhe të jemi në krye të detyrës, veçanërisht në këto rrethona jo të lehta globale. Ju falemnderit.